Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. 2 persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit ndaj emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dron në rajonin e Odesas. Ministria rumune e mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 majit Federata Ruse rifylloi sulmet me dron dhe objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania e konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së saj ajrore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm. Rumania thiri ambasadori rus pas rrëzimit të një droni ndërtesë banimi duke plagosur 2 persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 22 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel evropian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim me shtesë të mbrojtjes ajrore. Ministria e jashtme rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj ajrore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë postuar në rrjetet sociale. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimin nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt mes raportimeve se negociatorët amerikanë dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të japë fund luftës. Duke folur me gazetarët në Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SBA dhe Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjaste armëpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyeten nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në masë të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim News Agency e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare pasi raportet e medias nxitën spekulime rreth hapjes së mundshme të ngurtitës së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi i një fuqie nafte ra me $3.42 pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi i një fuqie ra me $3.74, duke u kotuar në $90.15. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Teherani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të SBA-s dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anijet dhe bazat e raketave iraniane në gjirin persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.